Po vazhdojmë tutje me emisionin fundjavë miq të dashur, tani është koha për rubrikën Rrëfime nga gratë e suksesshme, ku sot kam të ftuar një tjetër zonjë e cila me historinë e saj ka arritur të kthehet në shembull për shumë vajza dhe gra, është Adelina Isufi me profesion avokate. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Si po ecin këto ditë për juve, si janë zakonisht fundjavat për një avokate? Këto ditë janë shumë dinamike për mu, për shkak se jam edhe nënë e 3 fëmijëve. Fundjavat zakonisht mundohem t'i kaloj me familje, për shkak të angazhimeve të shumta në punë, një profesion i cili kërkon shumë angazhim, kurse fundjavat pak pushojnë dhe zakonisht e kalojna me familje, me fëmijë, duke bërë gjëra të ndryshme, aktivitete ndryshme, gatime të ndryshme, kështu zakonisht me pushim qetë. Cilat janë ndoshta ato kërkesat kryesore të fëmijëve, sidomos gjatë fundjavave? Kanë kërkesa specifike? Zakonisht djali i madh ka dëshirë për mëngjes të ketë pallaqinka çdo vikend. Tani patjetër të shkojnë diku në natyrë, të vizitojnë ndonjë fermë, kopsh zoologjik. Shumicën e kohës i kalojmë në natyrë së bashku me fëmijët. Së bashku sot këtu në studio do e ndajmë pak a shumë për të linjën e jetës suaj. Si e kujtoni fëmijërinë tuaj? Fëmijërinë time e kujtoj si diçka shumë të bukur. Kam qenë një fëmijë shumë i lumtur, rrethuar me shumë dashuri. Po thoj se gjithë fëmijët e viteve të 90-ta. Përjashtim me thonë atë epizodin e kohës luftës, ku e kujtoj si një periudhë jo të mirë të jetës, ndërsa në rrethona tjera e kujtoj si periudhën më të mirë të jetës tem. Ti je një fëmijëri të jetuar, një fëmijë shumë i lumtur, me shumë dashuri, me shumicën e kohës kaluar në natyrë, me lojra të ndryshme, me fëmijë shumë rreth vetes, me familjar shumë dashur, kështu që kujtoj si një periudhë të mrekullueshme. Për atë arsye prap ju ka mbetur ajo dashuria për natyrën që e përmendët, apo jo? Patjetër që po. Në faktin jam rrit si fëmijë në fshat, gjithmonë e kam dash natyrën për shkak se jetën e kam kaluar në fshat, mirë po pushimet verore çdo herë kam kaluar në Lublan për shkak se atje kam familjen e nënës, dhe qysh atëherë kam bë atë dallimin mes jetës qytetit dhe të fshatit, dhe që atëherë më ka mbet një dashuri shumë e madhe për fshatin, për natyrën, që e përcjell edhe të fëmija mi, e shoh se edhe ata e kanë atë dashurinë e madhe për kafshë, sidomos djali i madh, për shkak se është moshë më të madhe, është 7 vjet edhe din me shpreh atë dashurinë, po është edhe i vogël është vetëm 2 vjet, vetëm ka filluar edhe ai të shpreh dashurinë, ndërsa e vogla është vetëm 2 muajshe, ende nuk e dim se si do të rritet nga ata vajza ende e vogël me jetë gjatë. Po, një bim shumë e vogël. Faleminderit shumë. Po, çfarë mungon sot ndoshta më shumë ti prej pjesës së jetës në fshat, përveç pjesës së natyrës, ajrit të mirë, ajrit pastër, ka diçka që ju mungon tjetër? Po, tash mungon aja jeta, aja gjallënia që ka qenë më herët në fshat. Tani më është zbej, sepse shumica vetëm janë zhvendosur nga fshatet tash për shumë që çdo ditë po braktisen. Mendoj që ajo është pjesa që mas shumë t'i mungon tash kur kthehna dhe në fshat, nuk është më aja jeta, aja gjallënia që ka qenë më herët. Po, ëndrat e Adelinës në atë kohë, ka pas ëndra? Po, sigurisht çdo fëmijë edhe unë kam pas ëndra. Ëndrat e mia edhe si fëmijë kanë qenë të jem një avokate kur të rritem, edhe një artiste, kam pas fjallën për pikturë, për shkak se pikturën e kam talent. Kjo ndoshta avokatia më ka lindë si ide për shkak se edhe babin e kam jurist, edhe pse nuk e ka ushtruar profesionin e juristit, edhe nanën e kam pas femën të punësune, edhe aja sot punon në gjykatën themelore Mitrovic Dega në Skenderaj, për shkak se unë edhe vi nga Skenderaj, kështu që ka lindë dëshira qysh si fëmijë. Do me thonë, kur më është bë pyetja se çfarë do të bësh kur të rritesh, çdo herë kam thonë avokate dhe artiste. Ashtu, njërin e kom realizu, tjetrën shpresoj që në të ardhmen do të realizoj. Nuk është që e kom lënë krejt anash. E praktikojnë në kohë të lirë ndonjëherë kështu? Po, e praktikojnë në kohë të lirë, se e kom pas vetëm djalin e madh, kom fillu të vazhdoj edhe me kurset të ndryshme, avancimit të pjesës edhe të pikturës. Po tash kur kanë ardhur një edhe 2 tjerë pak më e kufizune me kohën, edhe nuk po kam kohë aq shumë që të merrem edhe me pikturën. Një ditë madje më pyeti mam, tha moti nuk ke vizatu, tha pse? Tash mam, tash ka ardhur një tash edhe Lisi edhe Vera, jena pak më të angazhuar, po kur të kem kohë më të lirë, kena me vazhdu bashkë me pikturu. Kështu që besoj që ato ëndrat e fëmijërisë, njërin veç e kom realizu, ndërsa tjetrën nuk e kom lënë anash. Po e shoh talentin edhe tek djali i madh ndoshta sot? E don shumë, po më thonë ndoshta me kalimin e kohës
duke punu edhe e perfekcionon, ka talent, mirë po t'ja lëmë edhe kohës të shumë, e dënë shumë. Tregua që fëmirin e keni kaluar me Skenderaj dhe Ljubljanës, pastaj në një moshë shumë të re keni ardhur në Prishtinë për të vazhduar shkollimin, apo jo? Po, tash ma kujtën, tash veç është tetori, do më thonë para 17 viteve që jam zhvendos atë ku isha vajzë 18 vjeqare, një vajzë shumë e bresht me ëndra, e cila mori një rrugtim për realizimin e ëndrës saj të fëmirisë. Sigurisht që ka po sfidat, sidomos tash ma rikujtoj, se sigurisht ka plot vajza atje jashtë cilat veç janë fillimin e hapa njëjtë që shkom qenë në para 17 viteve, një shkputje nga familja, një jetë komplet e re, tjetosh me njerëz cilët nuk i ke njoft asnjëherë për shkak se u vendosëm në konvekt, ishin cimere nga vendet të ndryshme. Ishte interesante të ndosh dhomën me një person cilin nuk e ke njoft, as nuk e ke taku asnjëherë më herët, ti qosh hallet së bashkut, mësër së bashkut, të familiarizohesh, e që është më e mira që na dhe sot asoj dite me cimeret cilat i kom pas gjatë viteve, rrujmë një kontakt shumë të mirë dhe shpesher i kujtojnë ato momentet e kaluarat gjatë studimeve. Se të kanë qenë, ndoshta i përmendit që ka pas edhe sfida në atë kohë si një vajzë e re 18 vjeçare, keni ardhur vetë me jetu në Prishtinë, në konvekt me cimere tjera. Ka qenë përkraja e familjes gjithmonë edhe në atë periudhë? Po, patjetër, çdo herë me përkrajen e familjes, për shkak se kemi pas përkraje edhe financiare, edhe morale, edhe në çdo aspekt, se ndoshta të mos kishim përkraje nga familja, qoftë financiare, qoftë morale, qoftë në çdo aspekt, ndoshta edhe nuk do të kishim mund për shkak se kohën kur ne kemi ardhur mundësitë e punësimit kanë qenë shumë të pakta për dallim për sot që janë mundësitë shumë më të mëdha që studentat munden edhe me punu edhe me shkollu veten, në atë kohë na nuk e kena pas këtë mundësi. Dhe çdo herë mbështetjen financiare, morale, çdo herë kur vazhdum studimet nëse ke pas ndaj dështim, ke rënë ndaj provimit, çdo herë më kujtohet fjala e mamit kur i kam thonë komrase, jo mërzit, ka thonë po apo bione, jo për studenti, hin provim, bjen për provimit. Thjesht mos u dorëzon, sa në herën tjetër edhe kalon. Njëjtë edhe babi, thjesht jam vazhdu me një këshill të dyve, çdo herë ka thonë, mos u ndal. Vazhdo ec, pavarësisht dështimeve, pavarësisht lomjeve, mos u dorëzo. Vazhdo ec tutje, suksesi rrugës është mos ndalesh. Jo të arrish me një herë. Sfida, kime pas sfida njëtë, kime pas ramje, ngritje, po qëllimi është që të mos ndalesh asnjëherë. Po, a keni pas durim, themi në këtë pjesën, pastaj praktikës për të gjetur një zyre avokatie, për shkak që përmendet që në atë kohë ka qenë shumë vështirë krahasuar me sot. Jeni dëshpëruar ndoshta në ndonjë pikë të tillë? Diplomuam, filloj më njëherë pyetja çka tash, po duke pasur në qartë qëllimin se ku duhet të arri, e dija edhe një farë mënyrë rrugën se ku duhet të ndjek për të arritur qëllimin tim. Dhe dera e parë ishte Oda e Avokatëve të Kosovës, hap një konkurs në bashkëpunim me projektin e UNDP-s, i nënshtruam testimeve, intervistimeve, e fitoj të drejtën që të filloj praktik me pagesë, një shumë simbolike cila jepte në atë kohë në formë burse. Mirë po, kushti ishte që avokatin ose zyrën e avokatisë duhet ta gjejmë ne vetë. Kjo për mua ishte sfidën e vete. Duke pas parasysh një vajzë e cila ka ardhur nga një qytet tjetër, në një qytet tjetër, nuk është që kisha një urin për ndonjë avokat që mund të më hapte derën. Edhe fillova të trokas derë më derë, çdo kohë ku e kam pa avokat, kam fillu të pyes, a keni nevojë për praktikant? Ja kam shpjegu se nuk ka nevojë të kenë as pagesë, as kur gjë thjesht. Unë e paguam nga një projekt i UNDP-s, po gjithmonë kam marrë një përgjigje negative. Arsyeja pse unë kam kërkuar në Prishtinë është se në atë kohë regjistrova edhe studimet master, vazhdojsha edhe studimet master, në njëjtën kohë edhe praktikën, në mënyrë që të fitoj kushtin të nënshtruar provimit të jurisprudencës. Edhe i drejtuam Odës Avokatëve, tham, e kam të pamundur ta gjej një zyre se ku të vazhdoj praktikën. Atëhera i drejtuam, tham, nëse mundeni më ndihmu, pyetni jo në avokat, i cili shpreh interesim dhe ka nevojë që të ketë një praktikant në zyre. Atëherë Oda më njofton që avokati Feris Gërvalla pranon që të vazhdoj, ku do të jetë dera e cila për mua
do të hapet drejt suksesit ku edhe në sot jam. Dera e parë? Po, dera e parë thjesht do të jem minjuse dhe falënderuese gjithë jetën, për shkak se mësimet që i kom marrë nga avokati Fariz Gervalla, unë edhe sot i praktikoj qoftë raporti takimi me palë, qoftë anën profesionale, çdo gjë jam minjuse dhe jam falënderuese për atë që jam sot, sepse ishte dera që vetëm e hap rrugtimin e suksesit tim. Ishte dera e parë drejt suksesit, po pastaj po besoj që vazhduan edhe sukseset edhe sfidat në të njëjtën kohë, apo jo? Patjetër që po, pastaj vetëm kur kaloj një kohë, do më thonë periudha një vjeqare, kur më përfundova praktiken, sigurisht që tani vetëm e fitova të drejten në nështrimit të provimit të jurisprudencës. Ishte për mu një gëzim shumë i madhë, sepse tash e kisha shumë të qartë se ku du të arri, edhe tani ma vetëm erdhë ai finalizimi, kisha pregadit, isha mësu, mirë po nga një herë fatja dhe jeta nuk t'i servin gjërat njëjtë qështje me ndonë. Mirë po për ata edhe konsiderohen sukses kur i te i kalën sfidat, je i durushëm për bolë se cilës vështërsi njët që të vjen, edhe mu Zotim më sprovoj me një smundje, e cila detyrohem që gjatë asaj periudhe t'i shkpus të gjitha aktivitetet profesionale. Po flasim për para disa vitesh, diçka që tashmë keni te i kalu për besoj, apo jo, fatmirësisht. Kuhen kur kam qenë në fillet e para, praktikës, përfundimit praktikës dhe kuhës kur do duhet i nënshtrohej provimit të jurisprudencës, e cila është kusht të licencimit si avokate. Patët ndonjë moment themi kështu dëshpërimit në atë kohë, për shkak që në raste të tilla ndoshta mendojmë gjëra të ndryshme, dëshpërohemi, keni menduar ndoshta që aty përfundoj diçka sa i përket karrierës, apo keni qëndru e fort edhe në ato momente? Jo, ndëgja mund kom qëndru e fort, për shkak se për nga natyra jam kogja luftarake dhe nuk dërzoh na letë. Edhe atëherë nuk kom qenë që jam dërzu letë. Duke pas parasysh që rreth meje janë familja, ka shoqëri plot njerëz cilët kanë besim mu, po ashtu edhe ne kom pas shumë besim vete, besim Zot që thjesht është një pengesë, po e cila nuk do duhet të jetë edhe ndalesë. Pengesa duhet të t'i kalohen, asnjëherë të konsideroj si ndalesë. Ishte periudhë vështirë, nuk ishte e lehtë, sepse përveç që u dashtë të ndërpres të gjitha aktivitetet, mu dashtë të fokusohem vetëm në shëndetin tim. Me çka u përballët më saktësisht? Po, kishta një problem në mushkëri, e cila nga i problem u dashtë që ndroj plot 6 javë e shtrirë në spitalin e pulmologjisë në QKUK. Të malë trajtimin e duhur mjekësor, pastaj, pasi që dal nga spitalit, vazhdoj tutje dhe për 6 muaj me terapi, pastaj për një vit tjetër të kujdesem, maksimalisht 2 vite të kujdesem të mos rriku, pihet duhane, të kujdesna për klimen, plot kujdeset tjera, po që fatbarësisht sot gëzoj një shëndet shumë të mirë për shkak që kam qenë një pacient shumë i disciplinun. Fatmirësisht. Po besoj që njëjtë jeni edhe në aspektin profesional, apo jo? Patjetër që po. Të gjitha punë që i marr me përgjegjësi dhe për kushtim shumë të madh. Edhe punën, do të thotë sigurisht natyra e punës tonë patjetër që doni përgjegjësi shumë të madhe, sepse persona ty po ta besojnë të drejtën e vet, po t'japin një autorizim që ti ta përfaqësosh drejtën e tyre. Edhe normal që kërkon një përgjegjësi në një përkushtim maksimal, thjesht duhet punosh sikur ai të ishte vet. Për shkak se nuk ka një huri ligjore se si ta përfaqësoj veten, për ata jemi ne që ti përfaqësojmë në aspektin ligjor. Pas atyre sfidave që i përmendet, po besoj që kur e keni kalu provimin e jurisprudencës, ka qenë diçka që se harroni asnjëherë, apo jo? Ai moment. Me vërtet nuk harroj asnjëherë atë moment, për shkak se kom ndjen një gëzim aq të madh, kisha meq afër vetes, kisha të dashurin tim në atë kohë i cili ka qenë një mbështetje shumë e madhe, si kohën kur kom kalu në spital, sikur çdo ditë, pavarësisht kohës gjatë që unë kom qëndru, ai çdo ditë ka qëndru me mu, për shkak se edhe ai është jurist, kemi qenë kolegë, kemi kalu sfidën së bashku. Ishte koha ku të dytë vendosëm të him të njëjtën kohë në provim. Ishte një mbështetje, edhe ishin edhe shoqni tjerë, ishte mund të atëseki Sarand Beqiri, që sot është edhe avokate, ishte së bashku me mu për të me jep përkrahje morale, duke ditë që sfidën që kemi kalu, edhe në momentin që thët Adelina Isufi e thirë emrin, të kaloj, ashtu zgjuhem nga vendi dhe një gëzim i papërshkrushëm, edhe kthejem dhe thamë,
A tha kaloj, ata po e tha kaloj, të më do ke shumë e pa besueshme. Thjesht edhe sot kër e mendoj, atë moment e ndjej një lloj lehtësimi, një lloj gëzimi, ndoshta edhe kër e mendoj sfidat që kum kalu me orë deri te ato, më përshkron gjithë trupin, ma përshkron një ndjenjë e gëzimit, e lumturisë, e ndjej, edhe sot e ndjej atë gëzim. Po, pastaj mori shumë kohë përderisa e pranuat ndoshta rastin e parë në një seancë gjyqësore, si ishte për juve e ndjejt? Tash edhe ma herët që ndoshta më kanë ndihmu shumë praktika, më kanë ndihmu shumë të shoh rastet si funksionujnë edhe në realitet, edhe kur unë dola avokate isha në mush 3, isha dikun 25-26 vjeqare, mes ato për shkak se tash bëhen 9 vjetë kur unë jam licencua avokate, isha me rej në mush, normal që ish pak sfiduse besimi klientëve, kur ka pos rast kur ka orë, ndoshta dikush edhe ka thonë, po shprejnë ata manë, që është shprej edhe klientin atë ku, qiko ku i ki shefat, edhe në tjesht ja kom jam një përgjigje, në të njëjtë në mënyrë komike, shef jam vetur, ka pos raste kur shumicën e kohës, kur kemi bisedu në telefon, kur ka nërë në takim, e kam pos një ashtu, ati avokatja, po na kena mendu që i me vjetër. E kam pas një pik dyshimi, theme, për shak moshës, a? Po, sigurisht që kam pas një pik dyshimi, mirë po, kur kemi bisedu, ja këm të regu rastin që ka mundet me vazhdu tutje për realizimin e drejtëve, automatikisht e ke po me një herë një shkendinje shprejs në sytë e tyne dhe kanë kriju besimin, ta kanë jap autorizimin, ta kanë lo përgjësin që ti të vazhdojsh tutje dhe sigurisht që kur e ke fitu rastin, ka qenë një ndjenjë shumë e mirë, një përmbushje emocionale, një realizimin drejtës personit i cilit ka besu drejtën e vetë të kjo. Po sot pas 9 vitesh, mundeni me e vrejt për shkak që tash jeni në kontakt edhe me avokat tjerë, me kolegë të ndryshëm, mundeni me vrejt sa ka sot paragjykime sa i përket moshës ose edhe gjinisë teme? Sot më duket që nuk ka shumë për shkak se nga ajo periudhë kanë filluar të licencuohen shumë avokatë të moshave të reja. Edhe paka shumë ka ndryshu se e shoh që plot klient kanë thonë po dohem shumë të kënaqur edhe me avokatë të rinj, moshave të reja, për shkak se është thy paka shumë ai paragjykimi i moshave të reja, se sot ki shumë avokatë të rinj të licencuar, po ashtu edhe të gjinisë ki shumë femra sot avokate të licencuar, po besoj që janë thy ato paragjykime edhe të gjinisë edhe të moshës. Po në atë kohë të regua që edhe bashkëshorti ndonë të njëjtën rrugë dhe profesionale, si kurios, sa ka qenë ndoshta e vështirë që me i mbajt ato vetëm në punë. Ndoshta mos më diskutu shumë edhe pjesa e punës në shtëpi me mbajt një balancë mes familjes edhe punës. Keni mujt ndonjëherë me realizu këtë? Po, për shkak se sidomos pasi që jemi bë prind, nga një herë të rsheta, nuk mundesh çdo herë të jesh strikt, po e kemi vrej që nëse na bisedojmë e marrëm punën në shtëpi edhe shtëpinë në punë, atëherë do të jetë një kombinim jo i mirë. Mundohem maksimum që në punë të jem 100% avokat dhe në shtëpi të jem 100% prind. Thjesht shumë herët bisedoj edhe me bashkëshortin, ne i përfundojmë orarin e punës në 4 dhe i marrëm fëmijët, vazhdojmë në shtëpi, çdo herë i them, nëse ke ndonjë punë mas dite, leje pasi që fëmijët të flajnë. Zakonisht fëmijët flajnë në ora 8 mbrëmje, takimet çdo gjë mundesh me lënë pas orës 8 që kohën t'ja kushtojmë në kohë të vlefshme fëmijëve. Thjesht të jetë kohë produktive për familjen. Të njëjtën kohë jeni edhe dëgjues, themi shumë e mirë, për shkak që duhet ta dëgjoni gjithmonë palën cilën e përfaqësoni, po mundeni me vrejt se sa janë ndoshta gjithmonë të sinqertë. Dush me qenë ndëgjues i mirë, po ashtu do të ish edhe psikolog i mirë. Se jo çdo herë pala është e sinqertë. Jo ndoshta pse nuk don të jetë e sinqertë, por nganjëherë pala dëshiron të ndëgjoj atë që i konvenon. Edhe shumë herët thot apo thu kështu, tham, jo, unë nuk të tham këtë po kitë dëshirë ti ta dëgjosh, por unë nuk jam të thonë. Kështu që nga një herë nuk janë sinqerta, ndoshta që dëshirojnë të marrin nga ti një përgjigje që aty në ju konvenon. Po në çdo herë tham, realiteti është ky, ti duhet ta pranosh kështu që siç është. Jo siç ti dëshiron të jetë. Gjithmonë në mënyrë konfidenciale, patjetër, po nëse e kujtoni tani ndonjë rast që ka qenë për juve më i vështirë, themi që ju ka mundu më shumë? Ka rastet natyra të ndryshme. Zakonisht në profilin tim, unë edhe bashkëshorti, merrem me çështje
ekonomike, përmbarimore. Mirë po ka raste ku nuk i përjashtojmë edhe raste tjera, për shkak se bashkëpunojmë edhe me klient, edhe me kolegë avokat, po ka raste kur të na ende nuk është shputje që ti e përfaqëson për shembull në biznes, ai çdo problem të vetin tjetër familjar që ka me pas, që ka me has qoftë pronësor, qoftë familjar, ai ka me drejtu te kjo. Edhe sigurisht që kjo të ban që të kesh raste të ndryshme, lërëmit të ndryshme të rasteve, mirë po se cili ka ato specifikat e veta, sfidat e veta, vështërsit, lehtësit, po besoj që me punë, me përkushtim ja arrim të përballojmë në mënyrën më të mirë, edhe pse nganjëherë janë shumë të lodhshme, mirë po vullneti, pasioni për punën, dashuria për punën, e ban që të i kalojna me lehtësi edhe këtë pjesë. Ndoshta edhe na ndihmon kjo që jemi të dy të kuptojna shumë mirë njëri tjetrin, e japim një mbështetje se dim se çka është të kalu, japim një farë lloj kurajo, kalon edhe kjo, përfundon edhe kjo. Kështu që po besoj që me lehtësi të kalojmë të gjitha këto të lashe profesionale të cilat hasim. Po, në përgjithësi në Kosovë është vështirë si avokat me u profilizu, me u marrë temi vetëm me çështje ekonomike, penale, apo zakonisht ka avokat që ju drejtohen për çështje të ndryshme, temi përmbarimore, ekonomike, çfarë të qoftë. Vetëm ka fillu të bëhet profilizimi, po siç e thash edhe më herët, nganjëherë palët nuk e kuptojnë se ti mundesh mi thonë që unë nuk merrem me këtë çështje, po vjen të po ti je avokat. Po mirë, po ka fillu të profilizohet. Jem drejt asaj rrugës profilizimit. Po sa ndoshta përballen në përgjithësi avokatët në Kosovë me kërcënime themi, me fyerje, komente negative ndonjëherë? Po sigurisht që është profesion i cili mundet mi bërë gjitha këto me vete. Ka raste ku nuk e kuptojnë natyrën e punës, mendojnë që gjithë që kanë varet nga ti si avokat, ka raste ku edhe kërcënuesh, edhe kur fyesh, edhe kur ofenduesh, po gjithmonë duhet ne ta ruajmë si avokat dinjitetin ton, integritetin ton dhe profesionalizmin ton, pavarësisht mendimit të tjerëve ndaj profesionit të karshinive si avokat. Treguajt edhe më herët që mundoheni me mbajt një ekuilibër mes punës dhe familjes, për shkak që puna juaj nuk është temi vetëm 8 orë, po besoj që gjatë tërë kohës mundeni me marrë thirrje, mesazhe ndryshme, jeni gjithmonë në dispozicion temi të gatshëm për me dëgju palën? Po, zakonisht jemi në dispozicion mirë, po unë prej që jam bënën pak këtë pjesën pas orarit punës, pas orës 4, mundohem thjesht nëse kohën kur jam duke kalu me fëmijë, kam ndonjë thirrje, thjesht i kthej një mesazh që mundem më dëgju ma vonë, tash kur vendosi fëmijët në gjumë, kur ata vetëm që janë trahatun, mundem pas orës 8, po jo gjatë kohës prej orës 4 deri në orën 8, për shkak se ajo pjesë do të jetë thjesht e dedikuar vetëm për fëmijët. Përjashtim bëjnë rastet urgjente të cilat dojnë domosdoshmërisht që t'jetë në kohë. Ndërsa në rastet tjera respektoj orarin unë, edhe sigurisht bashkëshorti është pak më i lirë për shkak se ja jap atë lirinë, tham që nëse ndonjëherë jena mund ta zëvendësojmë tjetrin në mënyrë që kur ka raste urgjente të mos lajmë klientin keq, po ti përgjigjem njëri nga ne. Pikërisht kur është pjesa tek paragjykimit dhe ndonjë të njëjtin profesion me bashkëshortin, keni pas ndonjëherë komente apo paragjykime në këtë aspekt prej rrethit, shoqërisë, ose keni pas ndonjë raste kur e keni nda seancën së bashku? Keni qenë në një sallë? Jo, ka pas rast në një sallë, ka pas rast që kemi përfaqësuar të njëjtin klient, sepse kanë drejt të ketë 2 avokat, mirë po të jemi kundërt nuk na lejon as etika ligjore, janë disa rregulla të cilat nuk lejohen për shkak se ne ndajmë të njëjtën zyre, jemi kolegë njëjtë zyre dhe nuk lejohet që të jemi kundërshton njëri me tjetrin. Ka pas paragjykime për shkak se shumë herë ka pas rast kur më kanë drejtuar mua a punon tek bashkëshorti, ku më thonë unë nuk punoj te bashkëshorti, po unë jam avokate vet. Kështu që e ndojmë zyrën së bashku, mirë po secili kena licencën tonë dhe kemi punën tonë. Është shumë interesant se nganjëherë klientat kur e krijojnë besimin ka rast, pavarësisht që e dinë që ne jemi bashkëshort, krijojnë besimin vetëm tek unë, ai don vetëm unë ta përfaqësoj. Mirë po ka raste edhe kundërta, kur ka besimin te bashkëshorti thotë unë i tham, mundesh me bisedu, pastaj ja përcjell, jo, dua të bisedoj direkt me ta, atëherë në rregull respektojmë vendimin e secilit.
Ndërrume ishte shumë kënaqësi t'ju kemi sot në studion e fundjavës. Faleminderit shumë për kohën edhe për gjithçka që ndodh sot këtu me ne. Faleminderit shumë edhe juve dhe për mua ishte kënaqësi. Shpresojmë që historia ime sadopak të frymëzojë ndonjë femër. Sigurisht tash që thash edhe më herët vetëm jam në fillet e tyre të studimeve apo të realizimit të ëndrave të tyre. Suksese të gjithave. Ishte shumë kënaqësi. Faleminderit edhe një herë. Faleminderit shumë edhe juve.